shumë për pagese, si që janë veteranët e luftës, Forca e Sigurisë Kosovës, invalidët luftës, kështu disa 60.000 plus 78.000. Prafërsisht 70. Nuk kemi bo një matje për me ditë si shifër statistik për nevojat tona të normales. Kjo vetëm në një linjë që funksionon. Në këtë linjë, po. Janë 4 trena, në fakt, 2 janë vajtje, 2 ardhje, mrena 24 orë për pej. A është shifër e kënaqshme kjo? A keni synime tjera? A keni arrit ato që i keni synu? Nuk është shifër e kënaqshme, po nuk kem për momente dhe nuk kem kapacitete me lëshu dhe linje trena ma të shpesh në pas. Sa kushton një udhëtim nga Fush Kosova deri në Pej dhe sa fitoni prej atij udhëtimi? Po, jo këtu në Kosovë, po në gjitha vendet transporti udhëtarëve operon me humbje. Për ata dhe subvencionohemi nga Ministria e Ekonomisë me një shumë për këtë vit i kemë ndonë 400.000 euro për subvencionimin e humbjeve. Po, besoj që numri i udhëtarëve kishë më rritë që ose ka itinerar ma të shpesh të trenave në këtë relacion. Ose besoj që kur të lëshohet funksion linja 10, besoj që duhet mishtu dhe kapacitete teknike. Pra në vazhdimësi operoni me humbje? Në vazhdimësi operoj me humbje. A keni ndonjë kampanjë, ndonjë fushat për t'ja dhënë një farë jehone udhëtimit me tren? A veproni në këso forma edhe në aspektin e reklamimit, edhe të thirrjeve, edhe të fushatave për udhëtarët? Në fushat jem të bo vetëm rrjete sociale, në faqen e Facebookut, cilën e përdorim nërmarja Trenkos. Kështu që për këto reklama tjera, me thonë drejtin jemi dhe në gjendje jo të mirë financiar, nuk kemi arrit deri në atë masë që me pas edhe publicitet. Në një faqe që i ka vetëm 7.000 pëlqime. Po. Këtu e bëni krejt marketing. Këtu i bëjmë në gjitha. I promovojmë edhe çmimet të udhëtimit, orarët e trenave, këta që janë. Dhe e thatë që operoni me humbje në 2024, e keni mbyll me 400.000 euro humbje, në 2023 me 270.000, qysh mundet me funksionu një ndërmarrje kur është gjithmonë në minus? Po, tash gjovë se këthemi të raporti viti 2022, ndërmarrja ka mbyll me një humbje 848.000 euro humbje në 2022. Qovë se dalëm të 2023, ka një përmirësim zvoglim të humbjes, dikun për 575.000 euro, se në përqind dikun 68%. Kurse në vitin 2024, humbja është pas zhvlerësimit 488.000 euro, po pramë që se krahasojmë me periudhën e njëjtë të vitit 2022 është një zvoglim i humbjes dikun për 42% ose dikun 350.000 euro. Po si të qoftë, jeni minus, prapë se prapë? Jemi minus, po për momentin ju thash edhe ma herët si operojmë vetëm në ligjën hekurëdhore Pej, Prishtinë-Pej. Trenat udhëtarëve. Për momentin, transport të madh nuk kemi, i cili është edhe mundet me kom profitabil. Shkaku se prej fillimit punimeve në linjën e 10 hekurëdhore dhe prej mbylljes totale prej gushtit dikun të vitit 2022, e kem të pamundur që të ofrojmë shërbime transportit të madh. Se besoj me transportin e madh, tash ndërmarrja besoj që me një